Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush qëndrime nga familjarët, miqtë dhe rrethi Rozana Radit. Nga diskutimi që ndodhi ditën e djeshme në shtëpinë e Big Brotherit në raport me Gjestin dhe Rozanën, të lënduar nga fjalët e përdorura brenda kësaj shtëpie janë miqtë dhe familjarët e saj. Në rrjetin social Instagram të Rozanës janë publikuar video, fotografi dhe shkrime të ndryshme në mbrojtje të Rozana Radit dhe në suport të imazhit, personalitetit dhe njeriu që ajo ka sjellë në artin shqiptar. Një shkrim thuhet kështu: në këtë botë mbushur me ligësi dhe ignorancë, të lutem mos haro forcën brenda teje për të ringritur dhe të tregosh shpirtin tënd të luftarak, guxim dhe besimin e patundur që ke. Ti ke përballë gjithë ato stuhi që në jetën tënde të kanë rënë pre pjesë të durosh dhe këto shpirt zinj. Rozana është një vajzë që në këtë Big Brother ka treguar empati për të gjithë ato njerëz në këtë lojë me lojtar të fliqur. Është ajo që i ka qëndruar pranë kujdo në momentet më të vështira, ju ka dhuruar humor kur kanë qenë në lot. Këta po e godasin, sulmojnë, po e lëndojnë, po e përndjekin. Mos mirënjohja është pjesë e liksisë së tyre, goditje dhe sulme, aty ku i dhëm më shumë. Vazhdo me forcën dhe shpirtin e lirë që ke, e kush ka mbetur pa i paguar një ditë ligësit e veta. Ky është një nga shkrimi, ndërsa një shkrim tjetër është kjo: Ros, të duam zemër, sikur ta dish dashurinë që kanë njerëzit për ty, nuk do të mërziteshe asnjëherë. Bëhu e fort o i burnesh. Më pas kemi: uroj të kesh një natë të qetë sot, se bollu stresove midis ujqërve. Kemi më pas një tjetër që thot: qa doni të dini përveç Bigut? A mendon se Rozana është femra më e fortë në Big Brother? Rozana është ylli më i bukur i kësaj shtëpie. Dhe kjo është që Rozanën e mbështesin dhe ka reagime të ndryshme në Instagramin e saj, ku në një tjetër thuhet: një njeri fort besnik dhe luftëtar, gjithmonë shkatërohet, qan, lëndohet, shkelet, por në fund gjithmonë merr atë që i takon dhe meriton. Fitoria të takon ty, Rozi kryefjala, mbaje kokën lart dhe pak ka ngelur, jemi shumë krenar me ty. Tashmë familjarët po bëjnë tifo për raportin dhe për situatën e cila po ndërtohet në këtë shtëpi. Po të futemi edhe në Instagramin e Gjestit. Edhe në Instagramin e Gjestit kemi fjalë të këtilla, kemi shkrime të këtilla në raport me lojën që ato po bëjnë në shtëpinë e Big Brotherit. Rozana Radi është shumë e lënduar, por në një bisedë që Gjesti ka patur në verandë me Gerta Gixharin, duke i thënë Gerta dhe kësa po dhiste cigaren te ngroksja dhe i tha që ti me mua do të shkosh kok më kok, Gjesti tha jo, Gerta Gixhari tha unë, tha kok më kok, në finale tha do të shkoj me Rozana Radin, tha jo me ty, ti tha do dalësh tha para Rozana Radit. Në dhëmë pa marë parasysh se çfarë po ndodhen, Gjesti përsëri thellë në zemër e do shumë Rozin dhe në asnjë mënyrë nuk mundohet që ta ulën lojën e saj dhe atë se çfarë Rozana ka bërë për të. Si komentoni ju këto qëndrime? Dua të marr mendimin tuaj.